Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Adriana Matoshi reagoi në Facebook pas deklaratave të vajzës së Samil Ushtakut. Ajo shkroi se të blerë sharë prej shtetit për 50 euro dhe ta shesësh për 5.000 euro nuk është sakrificë por hajni, kundër përgjigja e Matoshit në Facebook. Anet qika e Samil Ushtakut, ko ka lajmëru të më kallëzu qysh me qenë Ushtak që në ka sakrificë. Jo, motra jem, nuk o sakrificë me ble arin prej shteti, ka 50 euro e më këthyë me jashit ka 5.000 euro. Hajnin ashtë apo, vetë sakrificë jo. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Adriana Matoshi ka reaguar për rastin e procesit të numërimit të fletë votimeve në qendrën komunale të numërimit në komunën e Mitrovicës. U mundën me vjedh Mitrovicën me exit poll 2 herë, por dështuan keq. Pas dështimit me exit polla e pas kanë aktivizu prokurorin, o flaka me ju dalt krejt juve bashk me mahallën e lushtagve se nuk vjedhet Mitrovica. Sun e kanë marrë as Vučići as Radoj Qiqi e as ju tybe kur, veç sabër, se qysh e ka pastru Albin Veriun, ka me pastru edhe jugun, kismet, se nuk ka shanse me fitu krimi aty ku ka fitu populli. Urime Faton Peci, se lujtët hibridat, ka shkruar ajo. Ministri i Financave dhe antari i Lëvizjes Vetëvendosje Kuran Morati ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me procesin zgjedhor në Mitrovicë dhe akuzat për manipulim të votave. Në reagimin e tij, Murati thekson se Kosova tashmë njihet për zgjedhje të lira dhe të ndershme, një merit kjo që sipas tij takon Lëvizjes Vetëvendosje. Murati kujton se para se vetëvendosja të hyte në garat zgjedhore, procesi në Kosovë nuk kishte gjithmonë i pastër, duke përmendur raste të vjedhjeve të votave dhe shifra të dyshimta të pjesëmarrjes në vend votime, veçanërisht në bastionet e PDK-s. Ai cilëson akuzën e sotme të PDK-s për manipulim zgjedhor si një rrëfim për mëkatin e tyre, duke e krahasuar me rrëfimin e një mëkatari për veprimet e tij. Në vijim postimi i tij plot. Tash sa vite Kosova shquhet për zgjedhje të lira që zhvillohen pa probleme të theksuara dhe që, për këtë, merr edhe lëvdata nga ndërkombëtarët. Një merit e madhe për këtë i shkon pikërisht Lëvizjes Vetëvendosje, me komisionerët dhe vëzhguesit e saj të cilët ndër vite kanë mbrojtur votat dhe integritetin në zgjedhjeve qoftë edhe me trupat e tyre. Këtë merit, tashmë na e kanë pranuar publikisht edhe kundërshtarët tanë politik. Para se Vetëvendosje të futej në garën zgjedhore, zgjedhjet në Kosovë karakterizoheshin jo rrallë me vjedhje industriale të votave me vendvotime, ku dalja ishte sa 120% e numrit të mundshëm të votuesve. Kjo ndodhte kryesisht në zona që njiheshin si bastione të PDK-s. Prandaj, kur pikërisht PDK-ja tash vërtet kapeni hajdutin, kjo akuzë në fakt është rrëfim për mëkatin e tyre, njësoj sikurse mëkatarët që rrëfehen për mëkatet që kanë bërë. Partia që do të hyjë në histori se i nxori simpatizantët e saj në shesh për të festuar humbjen, jo një herë por 2 herë brenda një muaji, tash po kërkon shfaqsim për dështim turp.